Ëndra e Muhamedit a.s. Hadithi për cilin do të flasim përmban një sër këshillash edhe mësimesh të vlefshme. Ai bën fjalë për një ëndër të parë nga i dërguari i Allahut a.s., të cilën ua tregoi shokëve të vet pas faljes së namazit të sabahut. Me që hadithi bën fjalë për një ëndër, e pash të udhës, të flisja shkurtimisht për ëndrat, në përgjithësi dhe në ëndrat që shohin profetët në veçanti. Ne duhet të dimë se ëndrat e profetëve janë shpallje nga Allahu dhe janë të gjitha të vërteta. Në një hadith të transmetuar nga Enesi, i dërguari i Allahut thotë: profetëve u fle syri, por jo zemra. Transmeton Buhariu: ëndrat e profetëve janë shpallje prej Allahut. Aisha tregon në një hadith të transmetuar nga Buhariu se shenja e parë e profetësisë ishin ëndrat e vërteta. Sa herë që i dërguari shikonte një ëndër, ajo dilte e vërtet si drita e mëngjesit. Në Kur'an Allahu i madhëruar thotë: përkujto kohën kur Jusufi i tha babait vet: o baba im, unë pash në ëndër 11 yje bashkë me diellin dhe hënën që më bënin mua seçde. Jakubi e këshilloi: o birim, mos ua trego ëndrën vëllezërve të tu, sepse mund të të bëjnë keq. Nuk ka dyshim se djalli është armik i përbetuar për njeriu. Kështu Zoti yt të zgjodhi ty, të mësoj interpretimin e ëndrave dhe plotësoi dhuntinë e tij ndaj teje e ndaj familjes së Jakubit, ashtu siç e kishte plotësuar më parë ndaj prindërve të tu, Ibrahimit dhe Isakut. Me të vërtetë, Zoti yt është më i dishmi, më i urti. Jusuf 4:6. Në fund të kësaj sureje, Jusufi i drejtohet Atit duke i thënë: o baba im, ky është shpjegimi i ëndrës që kam parë më parë. Zoti im e bëri sot atë realitet. Në një ajet tjetër, Allahu i madhëruar thotë: kur Ismaili arriti moshën për t'u angazhuar në punë bashkë me të Atin, Ibrahimin, ky i fundit i tha: o djali im, unë pash në ëndër sikur po të theri aty, ndaj dhe dua të di mendimin tënd. Ismaili ja ktheu: o baba im, vepro si që je urdhëruar. Safat 102. Nga thënia e Ismailit, vepro si që je urdhëruar, kuptohet se ëndra e babait të tij, pra ëndra e profetit Ibrahim, ishte shpallje dhe urdhër prej Allahut të madhëruar. Në një ajet tjetër thuhet: Allahu e bëri realitet ëndrën e të dërguarit të vet, me lejen e Allahut, ju do të hyni në xhaminë e shenjtë, Qabe. El-Fat 27. Në një hadith, profeti Muhammed a.s. thotë: ëndrat e mira janë nga Allahu, ndërsa ëndrat e këqija janë prej shejtanit. Transmeton Buhariu. Në një hadith tjetër, i dërguari a.s. tregon se ëndrat janë shpallje prej Allahut. Ëndra e mirë e një besimtari të devotshëm është një nga 46 pjesët e profecisë. Transmeton Buhariu. Ndërsa në një hadith tjetër, i dërguari a.s. u thot shokëve të tij: nga profecia nuk kanë mbetur vetëm se përgëzuesit. Shokët e pyetën: çfarë janë përgëzuesit? Ai u përgjigj: ëndrat e mira. Transmeton Buhariu. Në sa grupe ndahen ëndrat? Profeti a.s. i ka ndarë ëndrat në 3 grupe. Për këtë kemi argument hadithin e transmetuar nga Ebu Hurejre, ku thuhet: kur të afrohet dita e Kiametit, gati të gjitha ëndrat e besimtarit do t'jenë të vërteta. Sa më i sinqert të jetë besimtari, aq më tepër do t'jenë të vërteta ëndrat e tij. Ëndrat ndahen në 3 grupe: ëndrat e mira, të cilat janë prej Allahut; ëndrat e këqija, të cilat janë prej shejtanit; ëndrat e tjera, të cilat vijnë nga vetë mendja e njeriut. Nëse dikush sheh një ëndër të papëlqyeshme, le të ngrihet edhe të falet, por mos t'ua tregoj të tjerëve. Vërejtje. Në thënien e Muhamedit a.s., gati të gjitha ëndrat e besimtarit do t'jenë të vërteta, bëhet fjalë për pjesën më të madhe të ëndrave të besimtarit të devotshëm, sepse edhe i devotshmi mund të shohë ëndra të pakuptimta, por ato janë të rralla, pasi edhe ngacmimet e shejtanit për një njeri të tillë janë të pakta. Njerëzit në lidhje me ëndrat ndahen në 3 kategori. 1. Profetët, ëndrat e të cilëve janë të gjitha të vërteta, por është e mundur që disa prej tyre
të kenë nevojë për shpjegim. 2. Besimtarët e devotshëm, shumica e ëndrave të cilëve janë të vërteta. 3. Të tjerët, ëndrat e të cilëve përmbajnë gjëra të vërteta, por edhe gjëra të pakuptimta. Kjo kategori ndahet në 3 grupe njerëzish. A. Besimtarët që kryejnë gjunahe të vogla dhe disa gjunahe të mëdha, por jo në sy të njerëzve. Këta njerëz shohin ëndra të vërteta, edhe ëndra të pakuptimta në mënyrë të barabartë. B. Njerëzit që kryejnë gjunahe të mëdha para të tjerëve. Shumica e ëndrave të këtyre njerëzve janë të kota. C. Jo besimtarët, ëndrat e të cilëve rrallë herë janë të vërteta. Kurtubiu shkruan: gjendja e muslimanit të drejtë të devotshëm është e ngjashme me gjendjen e profetëve. Ndaj edhe Allahu e nderon atë, duke i dhënë diçka me të cilën kanë nderuar profetët, pra duke i treguar atij diçka nga dija e fshehtë nëpërmjet ëndrës. Kjo nuk është e vlefshme për jo besimtarin dhe gjunahçarin, edhe nëse në disa raste ëndrat e tyre dalin të vërteta, pasi në këtë rast gjendja e tyre është si gjendja e një gënjeshtari që thot të vërtetën. Çfarë duhet të bëjë ai që sheh një ëndër të papëlqyeshme? Muhamedi alayhis salam ka thënë: ëndra e mirë është nga Allahu, ndërsa ëndra e keqe nga shejtani. Nëse dikush sheh një ëndër të keqe, le të fry në krahun e majt. Më pas të kërkojë mbrojtje nga Allahu, duke thënë: Eudhu billahi minash shaitani rrajim, dhe mos t'ja tregoj askujt ëndrën e tij. Nëse sheh një ëndër të mirë, le t'ja tregoj vetëm atij që do. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Në një hadith tjetër është transmetuar nga Xhabiri se profeti alayhis salam ka thënë: nëse dikush sheh një ëndër të papëlqyeshme, le të përshtyj nga ana e majt 3 herë dhe të kërkojë mbrojtje nga Allahu 3 herë me thënien: Eudhu billahi minash shaitani rrajim. Më pas le të kthehet në krahun tjetër, transmeton Muslimi. Në këto 2 hadithe, profeti alayhis salam na mëson që kur të shohim një ëndër të mirë, duhet të lajmërojmë vetëm njerëzit që duam, në mënyrë që të shmangim zilinë e ziliqarëve, të cilët të shtyr nga zilia mund ta interpretojnë qëllimisht ëndrën në mënyrë të gabuar, ndërsa kur shohim një ëndër të keqe, duhet të përshtyjmë 3 herë nga ana e majt. Të themi Eudhu billahi minash shaitani rrajim 3 herë, të ndërrojmë krahun e fjetjes dhe të çohemi e të falemi. Në një hadith tjetër, transmetuar po ashtu nga Xhabiri, thuhet: një herë erdhi një beduin tek profeti alayhis salam dhe i tha: o i dërguari i Allahut, kam parë në ëndër, sikur më qëllua në kokë. Koka ime u rrokullis në tokë dhe unë fillova ta ndjek nga prapa. Profeti i tha: nuk duhet t'u tregosh të tjerëve se si luan shejtani me ty në gjumë. Xhabiri tregon: të njëjtën porosi profeti u dha edhe të tjerëve gjatë një hutbeje, transmeton Muslimi. Besimtari nuk duhet ta vras mendjen për ëndrat që mund të shohë e as të mërzitet, pasi pikërisht ky është qëllimi i shejtanit, i cili është armiku i përjetshëm i njeriut. Hadithi i ëndrës, Semure ibn Jandab, tregon se i dërguari alayhis salam shpeshherë pyeste shokët nëse kishin parë apo jo ndonjë ëndër, dhe ata i tregonin atij çfarë kishin parë. Një herë, mbas namazit të sabahut, i dërguari u tregoi një ëndër që kishte parë ai vet. Erdhën 2 vetë, të cilët më zgjuan edhe më thanë: eja me ne. U nisa bashkë me ta, edhe gjatë rrugës kaluam pranë 2 burrave, njëri prej të cilëve qëndronte i shtrirë, ndërsa tjetri qëndronte në këmbë, me një gur në dorë dhe qëllonte në kokë personin e shtrirë me aq forcë, sa kockat e kafkës thyeshin e bëheshin cop. Guri rrotulloi drejt atij që ishte në këmbë, i cili e merrte gurin përsëri, ndërkohë koka e goditurit kthehej në gjendjen e mëparshme, për t'u goditur përsëri si herën e parë. Unë i pyeta ata të 2, subhanallah, cilët janë këta? Ata ma kthyen: vazhdo. Vazhduam rrugën edhe kaluam pranë 2 burrave të tjerë. Njëri prej tyre qëndronte i shtrirë, ndërsa tjetri qëndronte në këmbë.
dhe mbante në dorë disa çengela hekuri, të cilët janë ngulte në gojë atij që ishte shtrirë nga njëra anë e fytyrës dhe ja tërhiqte derisa arrinin mbrapa kokës. Po ashtu janë ngulte çengelat në sy, në hun, dhe ja tërhiqte me gjithë forcën derisa arrinin mbrapa kokës. Pastaj vazhdonte me anën tjetër të fytyrës dhe vepronte të njëjtën gjë. Unë i pyeta përsëri ata të dy, subhanallah, kush janë këta? Ata ma kthyen, vazhdo. Vazhduam rrugën përsëri dhe kaluam pranë një grope që i ngjante furrës. Prej saj dëgjoheshin ulërima dhe rënkime. Kur hodhëm syt brenda saj, pamburra dhe gra lakuriq, të cilëve u vinte zjarri nga poshtë këmbëve, ndaj edhe ata bërtisnin e ulërisnin. I pyeta të dy përsëri, cilët janë këta? Ata më thanë, vazhdo. Vazhduam rrugën edhe kaluam pranë një lumi të kuq si gjaku, brenda të cilit notonte një burr. Në breg qëndronte një burr tjetër, i cili kishte mbledhur disa gur. Burri që ishte brenda në lum notonte për një farë kohe. Pastaj shkonte drejt atij që ishte në breg dhe hapte gojën. Tjetri i fuste një gur brenda në gojë dhe ai largohej me not. Pastaj kthehej përsëri, hapte gojën dhe tjetri i vendoste një gur tjetër në gojë. Unë i pyeta, kush janë këta? Ata ma kthyen, vazhdo. Vazhduam rrugën dhe pam një burr që kishte një pamje shumë të shëmtuar. Ai mbante ndezur një zjarr dhe vinte rrotullti. I pyeta shoqëruesit e mi, cili është ky? Ata më thanë, vazhdo. Vazhduam rrugën edhe arritëm tek një kopësht i gjelbëruar, plot pemë lule. Në mes të kopshtit qëndronte një burr aq i gjatë sa nuk i dukej koka. Rreth tij kishte aq shumë fëmijë sa nuk isha parë ndonjëherë më parë. Unë i pyeta shoqëruesit e mi, kush është ky? Ata ma kthyen, vazhdo. Vazhduam rrugën edhe arritëm në një kopësht shumë të madh. Asnjëherë nuk isha parë një kopësht aq të madh dhe aq të bukur. Dy shoqëruesit më thanë, ngjitu. Unë ngjitëm edhe arritëm në një qytet të ndërtuar me tulla ari dhe argjendi. Shkuam tek porta e qytetit. Kërkuam që të hapej, edhe ajo u hap. U futëm brenda dhe takuam disa njerëz, gjysma e trupit të cilëve kishte pamje shumë të bukur, ndërsa gjysma tjetër kishte pamje shumë të shëmtuar. Dy shoqëruesit e mi u thanë, shkoni dhe launi tek ai lumi atje. Para nesh shtrihej një lum i bardhë si qumshti. Ata shkuan dhe u lanë. Kur u kthyen, gjysma e shëmtuar e trupave të tyre ishte zhdukur dhe ata kishin marrë një pamje të mrekullueshme. Ata të dy më thanë, ky është xheneti i Adnit, ndërsa atje lart është vendi yt. U dha vështrimin lart dhe pash një pallat si një re të bardhë. Ata më thanë përsëri, ky është vendi yt. Allahu ju bekoft, u thash, më lini të hy. Ata më thanë, më vonë do të hysh, më vonë. I pyeta shoqëruesit e mi, gjatë kësaj nate kam parë gjëra të çuditshme. Çfarë ishin ato që pash? Ata më thanë, do ta tregojmë ne. Për sa i përket burrit të parë, i cili qëlloi me gur në kokë, ai është njeriu që mëson Kuranin dhe e lë pas dore dhe fle në kohën e namazeve të detyruara. Hadithi ynë është argumenti vetëm që flet për këtë temë. Në shumë hadithe besimtarët paralajmërohen që të mos e lënë pas dore Kuranin. Në një hadith të transmetuar nga Abdullah ibn Mesudi, i dërguari i Allahut alayhis salam thotë: sa keq është kur njeriu thotë, harrova këtë apo atë ajet. Në të vërtetë ai është i harruar. Kujtojeni Kuranin vazhdimisht, sepse ai ikën prej mendjes më shpejt se ç'mund të ikë nga dora një deve. Transmeton Buhariu. Nga ky hadith kuptojmë se kush harron Kuranin, në të vërtetë është ndëshkuar me arrestë për moskujdesjen e tij. Ndaj edhe i dërguari alayhis salam na këshillon që ta përsërisim gjithmonë atë që kemi mësuar. Dahak ibn Muzahim ka thënë, harrimi i Kuranit vjen si pasojë e ndonjë mëkati që bën njeriu, sepse Allahu i madhëruar thotë: çdo fatkeqësi që ju godet vjen si pasojë e punëve tuaja.
A mund të ketë fatkeqësi më të madhe se harresa e Kuranit? Ebu Alije ka thënë, harresën e Kuranit ne e konsideronim prej mëkateve më të mëdha. Kurtubiu shkruan, kush mëson përmendësh Kuranin ose një pjesë të tij, ka arritur një grad më të lartë se ai që nuk e ka mësuar. Nëse ai nuk e ruan këtë grad, meriton të dënohet, sepse mos përsëritja e Kuranit të kthen përsëri në ignorancë. Kthimi në ignorancë pas marrjes së dijes është diçka e madhe. Harresa e Kuranit ndahet në dy lloje. Harresa që vjen si pasojë e angazhimit me një adhurim tjetër, si për shembull xhihadi. Në këtë rast, njeriu është i justifikuar. Harresa që vjen si pasojë e angazhimit me veprimtarinë e përditshme të njeriu, qoftë ajo e lejuar apo e ndaluar. Për këtë lloj harrese, njeriu ngarkohet me gjuna, ashtu siç u sqarua në hadithet e mësipërme. Falni rregullisht namazet, e sidomos namazin e mesëm. El Bekare 238 kanë shpëtuar besimtarët. Ata të cilët e falin namazin në kohën e dur. El Muminun 1:9. Mirë ata që falen dhe janë të pakujdesshëm me namazin e tyre. El Maun 4:5. Sad ibn Ebi Wekas thot, ky ajet ka parasysh ata që e vonojnë namazin nga koha e tij. Transmeton Miruezi me zinxhir transmetimi të mirë. Namazi është për besimtarët një detyrë që kryhet në kohë të caktuara. En-Nisa 103. Pra namazi është një detyrë që falet në 5 kohë të caktuara. Falja e namazit në kohën e dur, pa përtesë, është një nga shenjat e besimtarëve të devotshëm. E kundërta ndodh me hipokritët, të cilët e falin namazin me përtesë dhe e vonojnë nga koha e dur për shkakun më të parëndësishëm. Allahu thot në Kur'an, duke përshkruar gjendjen e hipokritëve. Hipokritët mundohen të mashtrojnë Allahun, por Allahu i di dhe i shkatërron mashtrimet e tyre. Ata çohen gjithë përtaci për të falur namazin, vetëm sa për sy e faqe të tjerëve, dhe e përmendin Allahun vetëm pak fare. En-Nisa 142. Ndërsa i dërguari alayhis salam ka thënë, i tillë është namazi i hipokritit. Rrije pret diellin derisa të bëhet gati për të perënduar. Pastaj çohet e fal 4 rekate me nxitim të madh dhe nuk e përmend Allahun vetëse fare pak. Transmeton Muslimi. Besimtari nuk merr gjunahe kur flet pa qëllim gjatë kohës së namazit. Ai merr gjunahe kur e shtyn kohën e namazit derisa të hyjë koha e namazit tjetër. Transmeton Muslimi dhe Ibn Hibani. Pra nëse besimtari i merr të gjitha masat për të zgjuar në kohë, si për shembull vënia e ziles së orës e tjerë, atëherë ai nuk merr gjunahe nëse nuk ngrihet në kohën e dur. Për fat të keq, shohim sot shumë njerëz që e vënë zilen e orës në kohën e punës apo shkollës, e jo në kohën e namazit të sabahut, të cilin e falin qëllimisht pas lindjes së diellit. Nuk ka as dyshimin më të vogël që veprimi i këtyre njerëzve është rreptësisht i ndaluar, ashtu siç u sqarua në argumentet e mësipërme. Ndërsa burri i dytë, të cilit i nguleshin çengelat në gojë, në hunde dhe në sy, është ai që del nga shtëpia dhe thot një gënjeshtër, e cila përhapet në 4 anët. Gënjeshtrat ndahen në disa kategori. Gënjeshtra ndaj Allahut ose fesë zbritur prej tij. Kjo është grada më e lartë e gënjeshtrës. Kjo lloj gënjeshtre përfshin edhe dhënien e fetvave apo bërjen halal ose haram, pa qenë i kualifikuar për këtë gjë, siç veprojnë shumë njerëz në kohën e sotme, sidomos djemtë e rinj. Gënjeshtra ndaj të dërguarit alayhis salam, duke transmetuar prej tij fjalë që ai nuk i ka thënë. Për këtë çështje i dërguari alayhis salam ka thënë: kush gënjen qëllimisht në emrin tim, e ka të siguruar një vend në zjarr. Transmeton Muslimi. Për hapja e thashethemeve dhe lajmeve të rreme, Allahu i madhëruar në paralajmëron në Kur'an që të mos jemi si hipokritët, gjendja e të cilëve shpjegohet si më poshtë. Kur u vjen atyre ndonjë lajm qetësues mbi fitoren e muslimanëve ose shqetësues mbi humbjen e muslimanëve, ata nxitojnë ta përhapin lajmin, sikur t'ia linin përhapjen lajmit të dërguarit edhe udhëheqësve. Ata do të dinin të nxirrnin përfundime se si duhej shpallur, sikur të mos ishte mirësia e Allahut ndaj jush
dhe mëshira e tij, atëherë ju, përveç një pakice, do të ndiqnit rrugën e djallit. En-Nisa 83. Në këtë kategori futet edhe përhapja e fjalëve të dëgjuara, pa u siguruar mbi saktësinë e tyre. Për këtë Muhamedi alayhis salam ka thënë: "I mjafton njeriu si gënjeshtër që të thotë çdo gjë që dëgjon." Transmeton Muslimi. Ndërsa burrat edhe gratë lakuriqe që ishin në gropën Porsifur janë ata që bëjnë imoralitet, zina. Imoraliteti është një nga gjunahet më të mëdha, i cili ka qenë ndaluar në ligjet e të gjithë profetëve të dërguar nga Allahu pa përjashtim. Në Kur'an Allahu na paralajmëron në disa ajete që të largohemi nga kjo vepër e shëmtuar. Mos ju afroni imoralitetit, zinas, sepse vërtet ai është një vepër e shëmtuar dhe është një rrugë shumë e keqe. El-Isra 32. Thuaj ju besimtarëve të ulin shikimet prej haramit dhe të ruhen nga imoraliteti, sepse kjo është më e pastër për ta. Allahu njeh me hollësi çdo gjë që ata bëjnë. En-Nur 30. Ajeti kuranor në fillim përmend uljen e shikimit, pra mos shikimin e gjërave të ndaluara. Pastaj vazhdon me ruajtjen nga imoraliteti. Kjo renditje ka ardhur në mënyrë të tillë sepse shikimi është fillimi i kryerjes së shumë gjërave të ndaluara. Ibnul Qayyim në librin e tij Sëmundja dhe ilaçi shkruan: dëmet që shkakton imoraliteti janë tepër të mëdha. Sistemi i jetës në këtë botë nuk mund të vazhdojë të funksionojë në mënyrë normale nëse përhapet imoraliteti. Ai gjithashtu ndikon në përhapjen e urrëties dhe mërisë ndërmjet njerëzve, pasi secili prej tyre bëhet shkak për shturjen e gruas, motrës, nënës apo vajzës së tjetrit. Nuk ka dyshim që kjo sjell shkatërrimin e jetës. Për arsyet që përmendëm, dëmet e shkaktuara nga përhapja e imoralitetit në një shoqëri vijnë menjëherë pas dëmeve të shkaktuara nga përhapja e krimit dhe vrasjes. Ndaj, Allahu dhe i dërguari i tij e kanë rënditur imoralitetin menjëherë pas vrasjes. Ata të cilët nuk lusin as kënd në vend të Allahut, nuk vrasin kënd pa e merituar vdekjen, nuk bëjnë imoralitet. Furkan 68. Ibn Haxheri, duke komentuar hadithin ton, shkruan: shkaku që burrat edhe gratë ndëshkohen në furr lakuriq është se zakonisht ata bëjnë imoralitet duke u fshehur nga sytë e njerëzve, ndaj dhe ndëshkohen në këtë mënyrë për t'u turpëruar. Ndërsa urtësia që fshihet në faktin pse zjarri vjen nga poshtë është se krimi i tyre është kryer me organet e tyre të poshtme. Ndërsa burri i cili notonte në lumin e kuq dhe i fusnin gur në gojë, është ai që jep parat me kamat. Shkaku pse ai ndëshkohet në një lum të kuq mund të jetë sepse nëpërmjet kamatës personi u thith gjakun edhe djersën njerëzve të varfër. Në ditët tona kamata është përhapur në të gjithë botën, madje edhe në vendet islame, megjithse për ndalimin e saj kanë rënë dakord të gjithë dietarët. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: o ju që besuat, kini frikë Allahun dhe nëse jeni besimtar të sinqert, hiqni dorë prej asaj që ka mbetur nga kamata. Në qoftë se nuk veproni kështu, atëherë dijeni se jeni në luftë të hapur me Allahun dhe të dërguarin e tij. El-Bekare 278-279. Transmetohet se Ibn Abasi ka thënë: ditën e Kiametit do t'i thuhet atij që ka dhënë para me kamat, merr armët dhe përgatitu për luftë. Në një hadith tjetër i dërguari i Allahut na tregon se Allahu i madhëruar i mallkon të gjithë ata që marrin pjesë në një marrëveshje që përmban kamat. Allahu i ka mallkuar ata që marrin kamatën, ata që i japin kamatën, ata që shkruajnë marrëveshjen e kamatës dhe ata që janë dëshmitar në marrëveshjen e kamatës. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Dënimi i përmendur në hadithin që po shpjegojmë, pra notimi në një lum gjaku, është vetëm dënimi i jetës së varrit, ndërsa ditën e ringjalljes ata do të kenë një dënim tjetër. Ata që hanë pasurinë e fituar me kamat, ngrihen nga varret ashtu siç ngrihet ai që i ka hyrë djalli, sepse ata thanë: edhe shitblerja është e njëjtë me kamatën, por Allahu e ka lejuar shitblerjen dhe e ka ndaluar kamatën. El-Bekare
275. Nga argumentet e mësipërme, shihet fare qartë se Kamata është një gjuna i rënd, prej të cilit duhet të largohet çdo kush që beson Allahun dhe ditën e gjykimit. Prandaj është ndaluar rreptësisht depozitimi i parave në bankat jo islame, ashtu siç është ndaluar blerja e aksioneve të këtyre bankave, pasi kjo ndikon në fuqizimin e tyre. Allahu i madhëruar na ka lejuar që t'i shumojmë pasuritë tona me shumë mënyra të tjera të lejuara. Askush nuk duhet të mendojë se mund t'i gëzojë paratë e fituara me kamat, pasi Allahu nuk bën begati në gjërat që ai vetë i ka ndaluar. Transmetohet se Muhamedi alayhi selam ka thënë: "Edhe nëse mund të duket shumë, pasuria e fituar me kamat do të mbes gjithmonë pak." Transmeton Hakimi, i cili thotë se hadithi është i saktë, ndërsa burri i shëmtuar, i cili rrotullohej rreth zjarrit, ishte ëngjëlli Malik, ruajtësi i xhehenemit. Malik është prisi i ëngjëllve që ruajnë xhehenemin. Ai është përmendur edhe në Kur'an. Banorët e xhehenemit i thirrën: "O Malik, let na e marr shpirtin Zoti yt." Ai u tha: "Ju do të qëndroni për gjithmonë. Ne ju sollëm të vërtetën, por shumica prej jush nuk e donte atë." Ez-Zuhruf 77-78. Transmetohet nga Ibn Abasi se kur banorët e xhehenemit kërkuan nga ëngjëlli Malik që Zoti t'ua merrte shpirtin, ai priti 1000 vjet, pastaj u tha: "Ju do të qëndroni për gjithmonë." Muhamedi kishte parë edhe një herë tjetër ëngjëllin Malik natën e ngjitjes së tij në qiell. Në një hadith të transmetuar nga Ebu Hurejre thuhet: "Pastaj erdhi koha e namazit dhe unë u fala imam bashkë me profetët e tjerë. Kur mbarova namazin, dikush më thirri: 'O Muhammed, ky është Malik, ruajtësi i zjarrit, jepi selam.' U ktheva nga ai, por ai më dha selam i pari." Transmeton Muslimi. Ruajtësit e zjarrit janë ëngjëj të ashpër, të rrepte të pamëshirshëm. Allahu i madhëruar thot: "O ju besimtar, ruajeni veten edhe familjen tuaj prej zjarrit, lënda djegse të cilit janë njerëzit dhe gurët. Ruajtësit e tij janë disa ëngjëj të ashpër e të rreptë, të cilët nuk kundërshtojnë asnjë urdhër të Allahut dhe me bindje të plot zbatojnë urdhrat e tij." Et-Tahrim 6. Në një ajet kuranor tregohet se numri i tyre është 19. "E unë atë do ta hedh në sekar." E ku e di ti se ç'është sekar? Ai nuk lë asgjë pa e djegur. Ai u aprish edhe u anxhin lëkurat. Mbi këqyrës, mbi të, janë 19 ëngjëj. El-Muddathir 27:30. Kur e mori vesh se numri i atyre që ruajnë xhehenemin është 19, Ebu Xehli u tha njerëzve të tij: "O antar të fisit Kurejsh, a nuk munden 10 prej nesh të mundin një prej ruajtësve të zjarrit, pasi Muhamedi pretendon se numri i tyre është 19?" Transmeton Ibn Xheriri me zinxhir transmetimi të mirë. Harroi i shkreti se i gjithë njerëzimi, sikur të mblidhet tokë, nuk mund t'i bëj ballë qoftë edhe njërit prej ruajtësve të zjarrit. Për këtë arsye Allahu thot në fund të ajetit 37 të së njëjtës sure: "Askush nuk i njeh ushtarët e Zotit tënd." Ndërsa burri që u gjet në kopësht ishte Ibrahimi, ndërsa fëmijët e vegjël rreth tij janë të gjithë ata fëmijë që vdesin para se të mbushin moshën e pjekurisë seksuale. Disa nga të pranishmit e pyetën: "O i dërguari i Allahut, po fëmijët e jo besimtarve?" Ai u përgjigj: "Edhe fëmijët e jo besimtarve." Ibn Hajeri, duke komentuar hadithin, shkruan: "Shkaku pse përmendet profeti Ibrahim e jo ndonjë profet tjetër është se ai konsiderohet si babai i muslimanëve, siç thot Allahu i madhëruar: Feja e babait tuaj Ibrahim." Kur dëgjuan se bashkë me Ibrahimin ishin të gjithë fëmijët që kanë vdekur para se të mbushin moshën e pubertitetit, shokët e pyetën profetin për fëmijët e jo besimtarve. Profeti u tregoi se fëmijët e jo besimtarve do të hynë në xhenet bashkë me fëmijët e besimtarve. Newawiu shkruan: "Mendimi i saktë është që fëmijët e jo besimtarve do të hynë në xhenet, pasi Allahu i madhëruar thotë: Ne nuk ndëshkojmë askënd pa i dërguar më parë një të dërguar."
Nga ky ajet kuptohet se nëse dikush nuk ka pasur mundësi të dëgjojë gjë rreth Islamit, sepse fjala vjen, ka jetuar në një vend shumë të largët, atëherë Allahu nuk e ndëshkon atë, edhe nëse është në moshë madhore. E njëjta gjë është e vlefshme për fëmijët e jo besimtarve, pasi për shkak të moshës së tyre të vogël, nuk mund ta kuptojnë mesazhin islam, edhe nëse jetojnë në mesin e muslimanëve. Ndërsa në këtë botë, fëmijët e jo besimtarve ndjekin baballaret e tyre, pasi kur u pyet për fëmijët e jo besimtarve që vriten gabimisht në luftë, profeti alayhis salam tha: ata janë pjesë e baballarëve të tyre. Ndërsa njerëzit që kishin gjysmën e trupit të bukur dhe gjysmën tjetër të shëmtuar, janë ata që bëjnë punë të mira dhe të këqija. Atyre njerëzve Allahu u afal gjunahet, ndërsa vendi ku hyre në fillim në xhennet është vend banimi i besimtarve, ndërsa ky vendi këtu është vend banimi i dëshmorëve. Unë jam Xhibrili, ndërsa ky është Mikaili. Këta njerëz kanë bërë punë të mira dhe të këqija në mënyrë të barabartë. Allahu i madhëruar me bujarinë e tij do t'i falë dhe do t'i fusë në xhennet. Nga hadithi kuptojmë se punët e mira apo të këqija pasqyrohen në pamjen e njeriu. Kjo nuk është e vlefshme vetëm për botën tjetër, por edhe për këtë botë. Mirë po jo kushdo mund të dallojë gjendjen e tjetrit nëpërmjet pamjes së tij së jashtme. Transmetohet nga Enesi se i dërguari ka thënë: disa nga robërit e devotshëm të Allahut janë në gjendje të njohin njerëzit nëpërmjet shenjave. Transmeton Taberani, e ka fjalën për qytetin e ndërtuar me tulla ari e argjendi, i cili është xheneti i Adnit. Pasi doli nga xheneti i Adnit, profeti hyri në një vend tjetër më të mirë, më të bukur se i pari. Ai është xheneti më i lartë, Firdeusi. Nga kjo kuptojmë se xheneti ndahet në gradë, si për njëra tjetrës, ashtu siç thot edhe i dërguari alayhis salam. Në xhennet ka 100 gradë, të cilat i ka përgatitur Allahu për ata që luftojnë në rrugën e tij. Largësia nëpërmjet 2 gradëve është sa largësia ndërmjet qiellit dhe tokës. Kur t'i luteni Allahut, kërkojeni Firdeusin, pasi ai gjendet në mes të pjesës më të lartë të xhennetit. Sipër tij ndodhet arshi i Allahut, dhe atje burojnë të gjithë lumenjt e xhennetit. Transmeton Buhariu, banorët e xhennetit do t'i shohim banorët e gradave të larta, ashtu siç shohim ne në këtë botë një planet të largët. Shokët e pyetën: o i dërguari i Allahut, ato gradu përkasin vetëm profetëve dhe askujt tjetër? Profeti alayhis salam u tha: jo, ato nuk janë vetëm për profetët, por edhe për ata njerëz që besuan Allahun dhe ndoqën të dërguarit e tij. Transmeton Muslimi. Le ta përfundojmë shpjegimin e këtij hadithi me një hadith të mrekullueshëm, në të cilin Muhamedi alayhis salam na flet për njeriu me grad më të ulët në xhennet. Unë e di se kush është njeriu i fundit që del nga zjarri dhe hyn në xhennet. Ai do dal nga zjarri duke ecur këmbadorazi dhe Allahu do t'i thotë: shko edhe hyr në xhennet. Ai do të shkojë drejt xhennetit, mirë po do t'i duket sikur ai është i mbushur dhe nuk ka më vend për askënd. Ndaj do të kthehet dhe do t'i thotë Allahut: o Zoti im, xheneti ishte plot. Allahu do t'i thotë përsëri: shko edhe hyr në xhennet. Ai do të shkojë, por përsëri do t'i duket se xheneti është plot. Ndaj do të kthehet dhe do t'i thotë Allahut: o Zoti im, xheneti ishte plot. Allahu do t'i thotë: shko edhe hyr në xhennet. Ti do të kesh atje sa 10 botë të marra së bashku. Ai do t'i thotë Allahut: apo tallesh me mua kur ti je mbreti? Pastaj i dërguari qeshi, aq sa ju duken dhëmballët, dhe tha: ky është njeriu me gradën më të ulët në xhennet.